Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Në emisionin e parë, jemi përpjekur që t'i përgjigjemi pyetjes çfarë janë emocionet, duke e parë problemin nga një pikpamje dyfisht, ajo dinamike dhe ajo evolutive. Në lidhje me këtë të fundit, është parë se si në fillim të jetës ekzistojnë pak emocione. Fëmia ka nevoja të pakta, shumë të kufizuara, që i përgjigjen të gjitha një aspirate të vetme, atë të mirëqenies vetjake. Fëmia çan kur ka uri, kur ka gjumë, kur ka dhimbje barku. Pjesën tjetër të kohës jeton ndjesi paqeje apo kënaqjeje. Megjithatë, përvojat e tij të parë evolutive janë kryesisht të lidhura me përmasën fiziologjike, me mirëqenien dhe me keqenien që provon në trupin e vet. Fëmia jeton i përqendruar te kënaqësia apo te parahatia, dëshiron ta shmang vuajtjen ose të zgjas sa më shumë një situatë këndshme. Këto gjendje afektive fillestare që shfaqen qysh prej fëmijërisë së parë nuk janë karakteristika vetëm të porsalindurit. Të gjithë e dim shumë mirë prej përvojës personale se sa dëshirueshme është kënaqësia dhe se në çmas do të donim ta shmangnim atë që na bezdis. Po ashtu ekzistojnë në ne vlerësime mbi pozitivitetin apo negativitetin e këtyre përvojave të ndryshme nga njëri person te tjetri, por edhe te njëjti individ. A është apo jo e drejtë që ta kërkojmë kënaqësinë? A tregohemi budallëj nëse shmangim çdo rast mirëqenie që na del përpara në ecjen tonë? Këto janë disa pyetje që bëjmë, ndërsa në mënyrë pak a shumë të pavetdijshme pyesim veten mbi mënyrat për të arritur lumturinë. Pra, metri ynë i vlerësimit mund të ndryshojë sipas personit apo momenteve nga shpërsia më absolute që e vlerëson negativisht çdo formë kënaqësie deri te nënshtrimi më total që priret ta shndrojë gjithë jetën në një kërkim të vazhdueshëm të mirëqenies së vet. Të rritesh, si rrjedhoj, do të thot edhe të gjesh përgjigjen personale në lidhje me praninë dhe me kërkimin e kënaqësisë në përvojën e përditshme. E rëndësishme në lidhje me këtë është të kesh disa kritere referimi. Ato mundsojnë vlerësimin e kuptimit të kënaqësisë brenda një konteksti më të gjerë, atë të kuptimit të krejt jetës. Le të shohim tani se cilët janë këto kritere dhe referimi. Po përpiqemi të listojmë në vijim disa elemente që mund të na ndihmojnë në këtë shoqëritje. Para zgjithash, le të kuptojmë krejt vlerën pozitive të jetës, brenda të cilës përfshihet edhe përvoja e kënaqësisë si element i rëndësishëm, edhe pse jo ekskluziv. Pa aftësia për t'i gëzuar apo për t'i shijuar përvojat e kënaqshme, asnjëherë nuk është shenjë maturie, por është tregues ngurtësie apo keqenjeje. Kjo vështirësi shpesh gjendet te një vedije e papjekur, jo fleksibël, te një vedije e rrept, jo toleruese. Albert Pleja shkruan kështu: çdo lloj refuzimi i kënaqësisë, prej apatisë deri te nirvana, dhe çdo nënvlerësim i lumturisë, më duken të papranueshme, më duken qëndrime të rreme. Konteksti njerëzor, në plotësinë e tij, ashtu si edhe në bështeqet e tij, përbëhet prej kërkimit të lumturisë dhe kënaqësisë. Ti provosh dhe ti dëshirosh, do të thotë të jetosh. Nuk është rasti as të refuzohen dhe as të konsiderohen si mjete tjetërsimi. Po ky autor menjëherë më pas saktëson: kënaqësia apo mënyra të përvuarit të saj është objekt i vetë artit të jetuarit. Pra, nuk mund ta projektojmë në mënyrë ndërtuese jetën tonë nëse përpiqemi për arsye të ndryshme që ta eliminojmë përvojën e kënaqësisë.
Pyetja që duhet të bëj ai që dëshiron të jetojë mirë nuk vë në diskutim bërjen apo jo të kësaj përvoje, por sin, do më thënë mënyrën, burime që e shkaktojnë atë. E ndryshme është kënaqësia që rrjedh prej ushqimit, prej alkoolit, prej seksit, nga ajo që rrjedh prej një takim që nuk i përjashton format e tjera të shpërblimit, por që i integron këto forma. Le të mendojmë për gëzimet e të jetuarit së bashku, ku të kënaqurit për të shijuarit të një ushqimi të shijshëm shoqërohet me atë të bashkëndarjes së pranisë me personat e dashur, apo atë të intimitetit ku kënaqësia seksuale shoqërohet me magjinë e marrëdhënies në çift. Për ta vlerësuar siç duhet domethënien e kënaqësisë brenda përvojës vetjake, është e rëndësishme që të njohim karakteristikat e tjera të saj. Kënaqësia është kalimtare, ajo është jetë shkurtër, i referohet gjithmonë një përvoje të kaluar që si rrjedhoj duhet të përsëritet vazhdimisht. Kënaqësia po ashtu nuk krijon risi, por mekanizma të tipit përsëritës. Personi mbetet i bllokuar në kërkimin e saj që nganjëherë përfundon në atë që e quajmë jepet pas apo në varësi. Kënaqësia na mbyll në vetvete dhe nuk na hap ndaj tjetrit. Është si qershit, për të cilat thuhet se njëra tërheq tjetrën dhe që së bashku shkaktojnë mostretje të ushqimit. Si për qershit, të mira në vetvete, por të rrezikshme nëse nuk dijmë të ndalemi në kohë, edhe për kënaqësinë vlen rregulla të ndalurit në momentin e duhur, për t'u hapur diçkaje që shkon përtej. Pra, s'bëhet fjalë për të shmangur kënaqësinë, por për të mos e kthyer atë në qëllimin e vetëm dhe të fundit të jetës sonë. Në këtë rast, ajo kufizon horizontin e njeriut, e shtyn atë që të kërkojë në mënyrë përsëritse, po atë të mirë. Pengon shprehjen e vetes në dy përmasa të rëndësishme të qenies njerëzore, do me thënë në tensionin transcendental, faktin që njeriu është bërë për të kërkuar, për të shkuar drejt diçkaje që atë i kalon atë vetë. Kënaqësia, përkundrazi, e bllokon personin në këndin e ngushtë të dhomës së vet, duke mos e lënë që të shohë horizontet e pamasa që në fakt mund të aspironte. Dhe tani kalojmë te përmasa e dytë, dhe në aftësinë për të mikpritur. Kënaqësia e kërkuar dhe vazhdimisht e jetuar kufizon përvojën e të gëzuarit marrë si dhuratë, si efekt anësor i një dëshire të ndryshme, kënaqja e cilës mund të shoqërohet me një gëzim edhe më të plotë dhe më intensiv. Përgjithsisht është më plotësuese. Për shembull, të gëzuari që vjen për një marrëdhënie seksuale me një person të dashur, sesa për një takim rastësor. Pra, kënaqësia shpesh është fryt i bollëkut të dhuratave që jeta i bën atij që dëshiron të jetojë plotësisht jetën dhe nuk kufizohet në grumbullimin e përvojave shpërblyese. Tani, le të shohim disa emocione që futen në kategorinë larg prej. Kënaqësia dhe moskënaqësia janë përvoja fillestare. Përfaqësojnë emocionet e para të mëdha që provojmë në jetë. Megjithatë, ato vazhdojmë t'i përjetojmë gjatë gjithë jetës sonë, më të thedhuara, më të diferencuara dhe duke marrë ngjyrime karakteristike, si për shembull frika, agresiviteti, depresioni, faji, gëzimi, kthjellësia dhe të gjitha ngjyrimet e tjera që i njohim mirë nëpërmjet përjetimeve tona të përditshme. Pikërisht këto do të përpiqemi tani t'i marrim në shqyrtim në mënyrë më të hollësishme, duke filluar prej atyre që kemi përkufizuar si larg prej. Me këtë shprehje u referohemi të gjithë atyre ndjenjave që na çojnë të shmangim një përvojë të perceptuar si të padëshirueshme, të pakëndshme, të frikshme, me që ajo konsiderohet si e rrezikshme për subjektin. Ky rrezik, siç do të shohim më vonë, jetohet në nivele të ndryshme. Mund të kërcënojë sigurinë fizike të personit, vlerësimin apo kuptimin e tij të jetës. Do me thënë bëhet fjalë për një ndjenjë që ka dy karakteristikat në vijim. Të shkaktojë një reagim ikjeje, një dëshirë për ta shmangur përvojën, për t'i bërë bisht asaj, për të mos e bërë atë. Dhe
është e lidhur me perceptimin e cënueshmërisë. Arsyeja për të cilën kërkohet që ti iket përvojës për secilin prej këtyre emocioneve lind prej dëshirës për të mos e perceptuar brishtësinë vetjake, kuptuar si dobësi, paaftësi apo vështirësi për të ruajtur dhe prej instiktit për të mbrojtur për një rreziku të tipit fizik apo psikologjik. Pasi kemi vënë në dukje karakteristika që i bashkojnë këto emocione, tani do të përpiqemi që t'i përshkruajmë ato në mënyrë më të hollësishme. Po e filloj me panikun. Paniku është emocioni i parë i madh që i përket kësaj kategorie. Bëhet fjalë për një ndjenjë komplekse që shfaqet që në fëmijërinë e parë dhe që me rritjen e njerëzit merr ngjyrime të ndryshme. Në kuptimin e përgjithshëm, mund të përkufizohet si reagim ndaj ndjesisë së kërcënimit. E kemi të lejtë që ta kuptojmë këtë tip emocioni nëse i referohemi një përvojë kërcënimit jashtëm. Për shembull, nëse komshia ynë, të cilit i pëlqejnë kafshët egzotike, lëshon alarmin se nuk po e gjen gjarpën e tij shumë helmues që me aq kujdes e ruante në sallonin e vet. Në këtë pikë, mund të fillojmë të kuptojmë se çfarë do të thotë të ndihemi të kërcënuar. Ndërsa, do ta kemi krejt të qartë se çfarë është paniku nëse do ta shihnin gjarprin duke rrëshqitur nëpër kulltuket e shtëpisë tonë. Në këtë rast, është identiteti ynë i kuptuar si siguri fizike që është në rrezik. E ngjashme dhe në të njëjtën kohë e ndryshme është përvoja panikut e lidhur me cënueshmërinë psikologjike. Për ta kuptuar më mirë atë, po u referohemi përvojave fillestare fëmijërore që shërbejnë si bazë për të gjitha ndjesitë e mëvonshme të kërcënimit. Ajo që e karakterizon përjetimin e fëmijës në muajt e parë të jetës është varësia absolute dhe totale prej një personi të rritur, varësi jo vetëm funksionale për mirëqenien e tij, por edhe domosdoshme për mbijetesën e tij. Pa një person afër që është i gatshëm për t'u përgjigjur nevojave të tij parësore, fëmia nuk mund të mbijetojë. Po ashtu duhet të kujtojmë se për fëmijën, bota nuk është e organizuar në mënyrë të qartë apo nuk është e pasur me kuptim, siç është përkundrazi për ne të rriturit, të aftë, të imagjinojmë, të parashikojmë dhe të interpretojmë. Le të mendojmë se çfarë do të provonim nëse papritmas në mes natës të na telefononte e prori ynë duke na thënë se në mëngjes duhet të nisemi vetëm pa përkthyes në kinë dhe duhet të qëndrojmë aty për një vit, pa asnjë pikë referimi. Secili prej nesh, edhe ai që është i çmendur pas aventurave, do të provonte pak ankth, ndërsa do të mendonte për një udhtim kaq të papritur dhe të pazakontë. Kjo përvojë, për sa mund të jetë mbushur me aventura, gjithsesi nuk mund të krahasohet me atë të porsalindurit apo të fëmisë të vogël që i katapultuar në planetin ton, pak nga pak dhe shumë ngadalë arrin të jap një kuptim asaj që është duke përjetuar dhe të bëhet i aftë që të kujdeset për atë që ka nevojë. Pra, mund të kuptojmë nga njëra anë ndjenjen e thellë të pasigurisë, të kërcënimit që ai jeton, dhe nga ana tjetër se sa përgjigje që nëna apo ajo që e zëvendëson atë jep ndaj nevojave të tij, ndikojnë në mënyrë të pashlyeshme jo vetëm në mirëqenien e tij aktuale, por edhe në përvojën e tij të ardhshme. Një nënë e cila është e aftë që t'i kuptojë nevojat e fëmisë dhe të gjejë mënyrën e përshtatshme për t'i plotësuar ato, bëhet një burim sigurie për fëmijën. Besnikëria, prania dhe përkujdesja e saj nuk janë vetëm shenjë e një vëmendje që tregon ndaj fëmijës vet, por edhe një mënyrë për ta ndihmuar atë që të dalë prej kaosit të tij të brendshëm, që të vërë rregull në jetën e tij. Ritmet e të ngrënit dhe të fjeturit nuk paraqesin vetëm përvoja fiziologjike pozitive, të lidhura me kënaqësinë e të qenit i ngopur apo i pushuar. Ato përbëjnë edhe format e para të strukturimit të botës së tij të brendshme dhe njëkohësisht stimujt e parë të këndshëm që i mundsojnë fëmijës të formojë brenda vetes së vet një besim të fortë bazë. Pirja e qumshtit në orën e duhur, besimi se do të jetë dikush afër tij për ta përkundur
kur ka dhimbje barku, përbëjnë përvoja qetësuese, siguruese, mesazhe jo verbale që fëmia kap në lidhje me pozitivitetin e ekzistencës, me sigurinë që mund të ketë në të ndjerit i mbrojtur në momentet kur ndihet keq apo i cënueshëm. Kundrazi, kur nëna është e pavëmendshme, e pa qëndrueshme, pak e pranishme dhe e lë vetëm fëmijën, linte ai një ndjenjë thellë kërcënimi. Ai e shef jetën si t'jesh në dorë të një kaosi të madh, prej cilit nuk ndihet i mbrojtur, i sigurt dhe e shef veten e vet si një qenie të cënueshme, të pa mbrojtur dhe të pa afër për të mbrojtur. Ajo që në këtë rast është kërcënuar është pikërisht identiteti i vetes. Fëmia e percepton veten e vet si të qarmatosur përpara një bote armiqësore, prej të cilës askush nuk e mbron. Prej këtu lind paniku, si ndjenjë fillestare për shtjedhimi dhe cënueshmërie të thellë, lidhur me njërin prej aspekteve më të rëndësishme për rritjen dhe mirëqenien e personit, perceptimin e vlerës dhe të solidaritetit të unit të vet. Megjithatë, mungesa e mbrojtjes dhe e sigurisë nuk përbën burimin e vetëm të panikut. Jean Vanier, një ekspert i bashkimit, por edhe i njohjes së shpirtit njerëzor, paraqet edhe një arsye të dytë. Dy janë përvojat kryesore të panikut që mund ta pushtojnë qenien njerëzore: frika e braktisjes dhe ajo e të qenit i kullufitur, i përpir, i ngrënë prej të tjerëve. Edhe në rastin e dytë, është identiteti i personit, duke filluar prej fëmijërisë së parë që kërcënohet. Çdo qenie njerëzore gjatë jetës së vet nuk është vetëm në kërkim të sigurisë, por edhe të afirmimit dhe të identitetit të vet. Të rritesh do thotë jo vetëm të mësosh të duash, por edhe të bëhesh ai person unik që secili prej nesh është thirrur që të jetë. Për ta realizuar këtë detyrë shumë të rëndësishme, është e nevojshme që secili prej nesh të bëjë një ecje individualizimi. Kjo ecje kërkon arritjen e një shkallë të duhur të autonomisë, nëpërmjet aftësisë për të ndarë dhe për të dalluar prej personave të rëndësishëm. Kjo është një detyrë e vështirë dhe komplekse për secilin prej nesh, pasi bëhet fjalë për të ruajtur ekuilibrin e duhur mes largësisë, që mundëson afirmimin e autonomisë vetjake, dhe afërsisë të domosdoshme për ruajtjen e një marrëdhënie të mirë me të tjerët, sidomos me personat më të rëndësishëm. Kjo detyrë, që paraqitet vazhdimisht në ecjen e secilit prej nesh, rezulton veçanërisht e vështirë gjatë viteve të para të jetës. Kjo sepse fëmia nuk është i vetëdijshëm për një gjë të tillë. Përvoja e parë e jetës, edhe pse në nivel të pavetëdijshëm, ndodh brenda trupit të nënës sonë, me të cilën formojmë një njësi të pandoshme. Edhe pas lindjes, pasi ka ndodhur shkputja fizike, ne ruajmë perceptimin e vetes sonë si pjesë përbërëse të një sistemi të vetëm, atë simbiotik, të ndërsjellshmërisë nën-fëmijë. Vetëm disa muaj dhe nëpërmjet një procesi të gjatë e delikat, fëmia fillon ta perceptojë veten si një entitet të ndarë dhe autonom, me një emër, një personalitet, me karakteristika unike. Tekat dhe këmbguljet e fëmijës shpesh duhet të lexohen prej prindve në këtë optik, jo vetëm si pretendime për të arritur atë që i pëlqen, por edhe si afirmim të unit, të vullnesës së fëmijës, të një vullnese të tij autonome. Bëhet fjalë për një detyrë shumë të vështirë, si për fëmijën, ashtu edhe për nënën e tij. Atje ku kjo e fundit është e aftë që të favorizojë autonominë dhe ndarjen, duke vazhduar të mbajë afërsinë dhe ngrohtësinë afektive, fëmia do të rritet gjithmonë më i sigurt në vetvete dhe në aftësinë e tij, si edhe gjithnjë më i aftë që t'i dojë të tjerët. Përkundrazi, kur nëna e percepton ndarjen si një kërcënim për veten, si një humbje të parikuperueshme, apo madje përjeton fëmijën e vet si pjesë të unit të vet, prej cilit nuk dëshiron të ndahet dhe të shkëputet, fëmia
do të jetojë si shumë të rrezikshme marrëdhënien afektive me nënën e vet, ashtu si edhe kërkimin e afrimimit të vetës së vet. Ndërsa ky i fundit sjell me vete kërcënimin e dënimit prej nënës, të kuptuar si privim të afektit, fëmia zgjell vetë individualizimin në vend të afektit dhe të dashurisë së nënës, e para mund të përbëjë një rrezik më të madh, humbjen e unit vetjak. Fëmia zgjell afektin dhe dashurinë e nënës në vend të vetë individualizimit. Prej këtu lind përvoja panikut për të cilën flet Venjer. Përvoja që në marrëdhënien e dashurisë mund të ekzistojë mundësia për të kullufitur, për të gëlltitur, për të ngrënë prej tjetrit. Flasim për frikën e humbjes totale të autonomisë vetjake, të identitetit, të mos pasurit të mundësisë për ta shprehur nevojen e drejtë për unicitet dhe diferencim që karakterizon çdo qenie njerëzore. Kuptojmë kështu disa reagime fëmijërore që ndonjëherë shohin të pasqyruara edhe të rriturit. Fëmia, djalë apo vajzë, introvert, i mbyllur në vetvete, që nuk na lë t'i afrohemi, ta puthim, ta përkthejlim, ndoshta sillet kështu sepse nuk ka mënyra të tjera për t'u mbrojtur prej një nëne pushtuese, model oktopodi, që ja hell lakun nga çdo anë për ta penguar atë që të ndahet prej saj. Me lehtësi shndrohen njëra në një grua të pamartuar dhe të egër, përjetësisht të lidhur me nënën e vet, dhe tjetri në një beqar të përjetshëm që i afron gratë për interes me marrëdhëniet e tyre jetëshkurtra apo aventura verore, por që është i paaftë të krijojë një marrëdhënie të qëndrueshme sepse në të sheh rrezikun e të qenit i kullufitur prej tjetrit, gjë që i sjell atij humbjen e identitetit të vet. Frika se mos kullufitemi prej tjetrit dhe droja se mos na braktisin përbën formën më intensive të emocionit larg prej të pranishëm të personi njerëzor. Çdo formë paniku, tipike e fëmijërisë, shumë të hershme, riparaqitet në moshë të rritur vetëm te shumë pak persona, nganjëherë në situata patologjike. Siç kemi vënë re, një figurë amnore e aftë të shpreh përkujdesje dhe siguri dhe në të njëjtën kohë të mundsojë një autonomi në përpjesëtim me aftësitë e fëmisë, i mundson këtij të fundit të arrijë një siguri afektive dhe individuale të tillë sa ti të i kalojë frikat e veta fillestare. Por kujtojmë që këto emocione mund të paraqiten në formë më pak intensive, edhe tek të rinjt dhe të rriturit e pjekur. Kush prej nesh, për shembull, kur është duke u lidhur me një person tjetër në një marrëdhënie miqësore apo dashurore, nuk i druhet humbjes së plotë të autonomisë së vet për shkak të kësaj marrëdhënie të re? A mos ndoshta nuk është e njëjta përvojë që bën edhe besimtari që përpara heshtjes së hyjt, prej të cilit ndihet i braktisur, ndihet i tunduar prej dyshimit të ateizmit, të mosbesimit, të dyshimit? Kjo frikë shpesh është një ehone panikut primitiv, edhe pse i rrituri i aftë që të jetë i vetëdijshëm dhe që ta rregullojë botën e vet emotive, është në gjendje që ta mbarshtojë dhe t'i tejkalojë këto vështirësi në mënyrë të ekuilibruar, pasi t'i ketë përpunuar siç duhet me veten e vet. E kemi vënë përvojën e panikut në fillim të jetës sonë njerëzore, duke e konsideruar si emocionin larg prej, më intensiv dhe më primitiv. Ai shoqëron vetëm hapat e parë të jetës sonë dhe riparaqitet më pas vetëm në situata të veçanta apo kërcënimi objektiv për sigurinë apo për identitetin ton, apo në raste të pazakonta dhe të veçanta, siç për shembull është patologjia. Me zhvillimin shfaqen te fëmia emocione të tjera të ngjashme, ndër të cilat është angështia, frika, fobia, ankthi, mërzia, turpi apo marrja dhe ndjenja e fajit, për të cilët do të flasim në emisionet në vazhdim.